15 vjet më parë, më 1 prill 1999, forcat paramilitare serbe, të njohura me emrin Çakallët, kishin zbarkuar në rrugët e fshatit Lybeniq të Pejës, me qëllim masakrimin e popullatës. Atë ditë, sipas vendasve dhe njërit prej çakejve, paramilitarët serb kishin vrarë 66 persona. Të mbijetuarit e asaj masakre edhe sot e kësaj dite kujtojnë tmerrin e 1 prillit 1999. Alban Bushati në atë kohë ishte vetëm 17 vjeç. Ai tregon që meshkujt ishin ndarë nga femrat, ndërsa edhe ai vetë kishte shkuar në rendin e burrave. Na ka thonë plak që to ajt një mërbase ju një 3 tha del një pikë të ujt, me atë jem dalë dhe më thonë unë me vlla, 2 kushër edhe një pjatit gjirit. Kem dalë, dhe më thonë në aty dikonim konë saksesht, gratë u shgjerë në i rabë, jem dalë dhe më thonë. Nëjna e në konë policia, ushtria serbe, tasha në kanë pa, asë në kanë pa, aty zoti dhe mas miri, jem dalë, jem botrosh, në kanë rëthëku gratë, dhe më thonë, për 2 grana në mes, mashko e kush mbjetum, jem shgjerë të poshtë, u shishin shpia të kallë, u shishin forcat, në ardhe e si për rështume, jem shgjerë në fund katunit, i thojnë asfalti, rruga magistrale aty. Ai bashkë me shokët e tij, me gratë dhe fëmijët, nuk ishin larguar asnjë gjysmë kilometri, kur kishin dëgjuar të shtënat që vinin nga fshati i tyre. Edhe Amrush Ukshinaj është njëri nga fshatarët e Lybeniqit që i ka shpëtuar 1 prillit të para 15 vjetëve. Ai tregon se e ka pasur nënën e vet për dore për shkak të moshës së saj të shtyrë. Ukshinaj nuk ishte futur në rendin e burrave, por as në atë të grave. Tentoa më shku te poshtë, mërtfi nevojisha më kthej vrati se në gjuhën serbe edhe u ktheva. Qëndrova edhe pak aty edhe kom tentu për 2 herë më shku te poshtë. Po më tha më kthy nuk u ktheva. Qaj Zorani është ardhur mas se unë ata e kom njoft. Edhe para lufte se ka qenë mjeshtër e kjerë, mjajtin profesion shkune, po nuk folke kur gjohish. E më ka përcjellja 5-16 metra edhe ajo kthyje, edhe jem djerë këtu fund që tu, na kemi fillu për iqtujt për Shqipni, ku jemi shku të ajo kthes, kanë kërësit krismat edhe i kanë përshkatu gjitha ta persona aty. Njëri nga antarët e grupit paramilitar Çakallët është bërë dëshmitari kryesor i prokurorisë serbe në rastin e masakrës së Lybeniqit. Zoran Rashković, i pranishëm në Lybeniq më 1 prill 1999, ka dhënë një intervistë edhe për emisionin Jeta në Kosovë të transmetuar më 12 dhjetor 2013. 15 vite më pas, edhe ai e konsideron masakrën e Lybeniqit të tmerrshme. Ispod džamije neki otvoreni deo, tu su se oni gomilali, ja stvarno nisam znao, a i većina nas, to je 6. dan rata, ipak do pre 6 dana normalno je u gradu da će biti ubistva. Nego je bilo da se sakupe, zašto, nemam pojma. I stavili su ih dole, na to zaokružili ih i sjetit će se ti Šiptari, ako je neko preteko iz Ljubenića, imali su jednog tog starijeg, da li je bio plemenski starešina, seoski. Izašao je čovjek sa čulafom, imao je onaj. Izašao je i rekao što upadate ovdje kao kriminalci, kao razbojnici. Izašao ispred njih 100. Mi nikada nismo pravili problem srpskoj državi. Nikada ovdje policija nije imala problem. I priča ta starina. I nije završio i mrtvi ga onako I onda podiže glavu i nastavi. Pridružile su mu se još 3 cevi. Nas 30, pucale su 3 cevi. Plus 1. Ta jedna je od momka čije sam ime odbio da kažem i čije ime nikada nisam rekao. Zato što je momak bio mojih godina i zato što me mrtvi uperio pištolj u glavu, pucaj pičko jedna malena, jebem te usta. A sam rekao sudi da je meni uperio. Gjatë kësaj interviste, Zoran Rashković e quajti masakrën e Lybeniqit si çmenduri të kohës dhe pati thënë se do të dëshironte të kthehej në Kosovë dhe se në një farë forme pret nga shqiptarët që ta falin atë.
por të afërmit të viktimave të tij dhe përjetuesit të masakrave në të cilat ka marrë pjesë Rashkoviqi nuk mund ta pranojnë lehtë këtë gjë. Që është dhe më ardha i në Kosovë më kërku, më këthuj dhe më thonë një vend krimit, një vend që ka derë është shku gjak i madhë këtë vend, pa unë dhe shku dhe më thonë gjitha ta pjesëmarrës. Qëfar drejtësi jo kjo. Ndërsa i mbijetuari Amrush Ukshinaj e shes si pozitiv faktin që Rashkoviq ka pranuar të dalë para medjave. Do të më ardhë më përgjesh drejtësisë Kosovës ai. Sa i krimet i ka bo këtu, është banori i PES, edhe herdo kur do shteti janë, ku të bohen marrëdhëniet me Serbinë, ata du të modërzu këto, që ka bohen Beograd të jenë fishfalcë. Me sa për me hinë Evropë, me dokumenta. Në vitin 2010, Prokuroria Serbe Krimeve të Luftës ka akuzuar Zoran Rashkoviqin së bashku me Toplica Miladinovicin, Srećko Popovicin, Slavisha Kastratovicin, Boban Bogićevićin, Radoslav Brnovicin, Vidoje Koričanin, Veljko Koričanin, Abdullah Sokićin, Milojko Nikolićin, Siniša Misićin, Zoran Obradovićin, Dejan Bulatovićin dhe Ranko Momićin për vrasjen e më shumë se 100 shqiptarëve në fshatrat Lubenić, Zahaq, Qyshk e Pavlan gjatë vitit 1999. Të gjithë këta përveç Toplica Miladinovicit, gjykata i akuzon si pjesëtar të grupit Çakajt, udhëheqës i të cilëve sipas dëshmitarëve ka qenë Nebojša Minić, i njohur me Novkën Mërtvi. Ishte arrestuar në vitin 2005 në Argjentinë, por kishte vdekur nga sida gjatë procesit të ekstradimit.